Shtypshkronja është cilësuar si shpike e mijëvjeçarit, jo nga vështirësia për të prodhuar, por nga vlera e saj që kishte për përhapjen e informacionit. Johann Gutenberg e krijoi këtë shtypshkronjë vetëm me një shtypse vere, me bojra vaj dhe me pak metalurgji për formimin e kalluveve në formën e shkronjave. Dhe kjo bëri një ndryshim shumë të madh, sepse deri në atë kohë librat shkruheshin me dorë dhe kushtonin shumë shtrenjtë dhe që i merrte vetëm elita, njerëzit më të pasur librat. Dhe normalisht librat nuk përhapeshin në të gjithë njerëzit, në të gjithë popullatën. Kështu, mas shpikes së shtypshkronjës, librat u prodhuan në masë, u kopjua si shpike dhe u përhap në çdo qytet, në çdo shtet të Evropës. Dhe kjo ndihmoi shumë dhe tek rilindja evropiane, e cila e nxorri njerëzimin nga ajo epoka e errët përpara rilindjes. Bibla ishte libri i parë që u shtyp me këtë shtypshkronjë dhe kushtonte rreth 30 monedha floriri, ndërkohë që librat e shkruar më parë me dorë kushtonin të paktën 1000 monedha. Është sikur në vend që të blije një libër me vlerën e një shtëpie sot, do të blije me vlerën e një makine. Domethënë çmimi ra ndjeshëm. Motori me avull është shpike e dytë e mijëvjeçarit dhe me drejt njeriu ka cilësuar vlerat e dy shpikeve më të mëdha të njeriut. Njëra është përhapja e informacionit, shtypshkronja e Gutenbergut, dhe e dyta është transporti, motori i makinës. Dhe kështu, që për një qytetërim që të zhvillohet, duhen këto dyja patjetër, përhapja e informacionit dhe transporti.